Kemi ndeshjen Drenica Ballkani 2 raste, kemi rastin e minutës 56, kemi kulletari i Drenicës me numër 36, që për qëllim e ka topin, zgjat këmbën në rrugën e sulmuesit për të arritur topin, ku nuk shihet që ka ndonjë ndërhyrje apo ndonjë kontakt, dhe askush nuk e ka topin në pronësi, atëherë vjen kontakti, lojtari i Ballkanit ka kontakt në këmbën e mbrojtësit të Drenicës. Këtu ka vepruar drejt gjyqtari, ka lejuar loja të zhvillohet dhe është kontrolluar edhe nga vari. Kemi minutën e 63, ku kemi shënimin e golit nga ana e lojtarit të Drenicës me numër 10, ku gjatë ndërtimit të aksionit sulmues në zonën e 16 metrëshit pretendohet për një ndërhyrje të palejuar, ku në bazë të pamjeve që kemi, lojtari me numër 7 Jashari dëpërton dhe sfidohet nga lojtari mbrojtës i Ballkanit dhe lojtari tjetër që është i shtrirë, ku Jashari ka kontakt minimal. Kjo situatë kontrollohet nga vari dhe më të drejtë pranohet si gol i rregullt. Tek ndeshja e Llapi Prishtina Re, e kemi shkoqitur vetëm një rast, kemi minutën e 42, anulimi i golit Prishtinës Re, për shkak se gjatë ndërtimit të aksionit sulmues, ku kemi një shkelje të lojtarit mysafir me numër 10, në lojtarin vendas me numër 18. Këtu shihet që lojtari me numër 10 për të arritur tek topi përdor të dyja duart, ku shtyn lojtarin e Llapit dhe kemi një shkelje në thembër, ku ja pamundson që të vijë apo tentoj të luftoj për top. Gjyqtari Çaka, pas rishikimit të pamjeve në VAR, me të drejtë anulon golin për ndërhyrje gjatë ndërtimit të aksionit sulmues. Në ndeshjen Malisheva Gjilani kemi minutën e 50, ku këtu kemi një prekje me dorë të lojtarit Malishevës në zonën e 16 metrit, ku gjatë aksionit paraprak lojtari i Gjilanit gjendet pozitë jashtë loje, shihet edhe në pamjet që i kemi. Pra pas rishikimit të pamjeve në VAR, kemi offside gjatë ndërtimit të aksionit sulmues. Në ndeshjen Ferizaj Dugagjini, kemi minutën e 49, kemi shënimin e golit nga ana e lojtarit vendas me numër 22. Në këtë rast, kyçet vari dhe fton gjyqtarin për rishikimin e pamjeve në monitor. Pas rishikimit, lojtari me numër 22 përfiton në këtë rast, ku kemi prekje topit me dorë dhe shënon me njëherë gol. Rregla 12, tek prekja topit me dorë, shkruan shënimin e golin e kundërshtarit, nëse prek topin me dorë edhe nëse është aksidentale dhe shënohet goli me njëherë, siç kemi në rastin e sulmuesit, goli duhet të anulohet. Pra, vendimi drejt pas rishikimit të pamjeve në monitor, pra anulimi i golit. Kemi edhe minutën 59, kemi një ndërhyrje të lojtarit mbrojtës të Ferizajit me numër 6, ku shihet që vjen i pari ose prek topin i pari me këmbën e tij të djathtë, pra largon topin në mënyrë korrekte dhe nuk kemi të bëjmë me mohimin e mundësisë për të shënuar, pra dokso. Domethënë vendimi drejt i gjyqtarit në fushë, shala për që kalon loja të zhvillohet apo të luhet. Ndeshja në Rami Sadiki Vushtria kemi minutën e 59, këtu kemi shënimin e golit nga ana e lojtarit Vushtrisë me numër 25, po pas kontrollimit të pamjeve nga ana e varit, anulohet goli me të drejtë, ku lojtari me numër 7 i Vushtrisë është pozitë jashtë loje, ku pengon pamjen e portierit që të intervenon, pra portieri nuk ka mundësi që ta përcjell topin nga lojtari me numër 7 i Vushtrisë, që gjendet në offside. Pra me të drejtë anulohet goli për pozitë jashtë loje nga ana e varit.